Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e peshores. Në shohim e çuditshme, po dhe kjo kartë ka rënë kudo. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës, tokë ajër përsëri. Gjithsesi ju shoh që ju do keni shumë diskutime në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta mund të keni edhe një lodhje mendore, por ju shoh që do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave, bazuar më tepër në logjik. Shoh një fillim të ri, është një fillim i ri ku ka ndjenja, ka emocione, ndoshta në lidhje me një person. Por gjithsesi shoh që ju do merrni dhe do jepni me këtë person, është një person që ju mungon. Ndoshta mund të jetë një person që ju keni pasur në lidhje me dashurinë. Mund të jetë ana ekonomike, ju mungon, në rastin tjetër mund të ndiheni të lodhur, por shoh që do merrni lajme të mira, dhe ju shoh që ju do jepni dhe do merrni me këtë person. Është një person që mund të keni një distancim, emocional, një shkputje, diçka tjetër nuk e di, por ju mungon personi, por shoh që ju do merrni dhe do jepni, do shkëmbeni mesazhe. Por ndërkohë ju shoh me vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Është një javë ku do keni dhe një lodhje mendore shumë të fortë, por edhe lodhje fizike, sepse shoh këtu te pesa e monedhave. Gjithsesi duhet keni kujdes me këtë lodhje fizike, por dhe me zhgënjime që mund të merrni nga jeta e përditshme, sepse shoh që kemi kullën. Kulla tregon që do rrëzohen gjëra, ndoshta ju merrni zhgënjime dhe aty filloni të ndryshoni. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me shëndetin tuaj te kjo kartë. Duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj. Por gjithsesi ju shoh që ju do dëshironi të ndryshoni gjërat, ndoshta rutinën tuaj të përditshme, në lidhje me njohjet, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por dhe në lidhje me punën tuaj. Ndoshta dëshironi të ndryshoni diçka aty, ose në lidhje me një zhgënjim që ju do merrni. Gjithsesi ju shoh që ju do keni gëzim, nuk është se do jetë gjithë java kështu, do jeni më të socializuar gjatë kësaj jave, por do keni dhe kontakte të ndryshme. Thjesht ju shoh që keni marrë eksperjenca, do përdorni më tepër logjikën se sa pjesën e zemrës dhe do të bëni ndryshime të mëdha që do t'i ndjeni të nevojshme gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten në shenjën e Akrepit. Dhe ju shoh keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit. Përsëri energji ajri, energji uji që jeni ju vetë dhe përsëri energji uji. Ju shoh që ju nuk e di, por ose keni kundërshtime mendimesh në një njohje, në një lidhje ose në marrëdhënie tuaja, ose edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike. Më falni. Ose në rastin tjetër mund të keni dhe disa tensione gjatë kësaj jave, por ju shoh që ju do të jepni drejtim, një drejtim më të qetë, do lini mbrapa vështirësitë. Disa prej jush mund të jeni dhe në udhëtime, shoh këtu, por mund të jeni udhëtime të ndryshme, udhëtime për qejf, udhëtime për studime, ose udhëtime pune, varet nga gjithë secili. Ju shoh që keni marrë eksperjenca, por ndërkohë ju shoh që do merrni dhe vendime të rëndësishme. Ndoshta si në lidhje me dashurinë, me punën tuaj nga ana ekonomike, dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës, por ju shoh edhe shumë mbrojtës.
Ndërkohë ju shoh që një pjesë prej jush mund të keni të bëni dhe me një person narcisist. Ju shoh që ju keni krijuar ëndra dhe iluzione në lidhje me një person, por shoh që largoheni aty, merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndoshta sepse mund të jetë edhe një periudhë, një javë ku ju mund të merrni dhe zhgënjime në lidhje me një person, dhe ju shoh që do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe shoh një çlirim në lidhje me ju. Por ndërkohë ju shoh që ju do keni kundërshtim me mendimesh të vendit punës, mund të ketë lidhje dhe me institucionet shtetërore, ose në lidhje me zyrat, me dokumenta të ndryshme, ose gjithçka tjetër, ose edhe në lidhje me studime të ndryshme që doni të bëni gjatë kësaj periudhe, ose për të ndryshuar diçka te studimet tuaja, dhe ju shoh që dëshironi të merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndoshta ju keni krijuar ëndra, iluzione dhe tani dëshironi që të jepni drejtim vetes tuaj. Ndërkohë ju shoh me lajme të mira këtu, thjesht duhet të shmangni iluzionet gjatë kësaj jave. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, por dhe me çështje të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shigjetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e Shigjetarit. Dhe shohim energjinë që vjen në lidhje me shenjën tuaj. Dhe kemi energji të shenjave të Zjarit, që jeni dhe ju vetë, energji të shenjës së Demit. Kemi energjinë e shenjës së Demit përsëri dhe këtu kemi energji të Diellit dhe të Hënës, që është edhe shenja e Luanit edhe shenja e Gafores. Atëherë, ju shoh që është një periudhë ku ju do keni takime, do keni festime, do hini themele të forta në lidhje me gjithçka, por ju shoh shumë festiv. Por kjo mund të ketë lidhje dhe me marrëdhëniet tuaja, me anën tuaj financiare, me çështje familjare, me një shtëpi për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje dhe me një shtëpi, me një zhvendosje të një shtëpie, nuk e di, por gjithsesi shoh që do jeni duke menduar në lidhje me këtë stabilitet në marrëdhënie, tham, një takim në njofje që do ta festoni, stabilitet në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe ju shoh në një fillim të ri, por do jeni duke menduar përsëri, sepse e kam 2 herë këtë. Do jeni duke menduar se si të jepni drejtim një fillimi të ri që ju dëshironi të bëni. Dhe tham, kjo mund të ketë lidhje dhe me anën financiare, dhe me marrëdhëniet, dhe me punën, ose në lidhje me situata të ndryshme që keni. Dhe ju shoh që do keni paqartësi, por do t'i shikoni gjërat ashtu siç janë. Do jeni më realist, do t'i shikoni gjërat më qartë. Ndërkohë do keni sharm, do keni shkëlqim deri në fund të javës, edhe pse do keni mund të keni dhe prapaskena, paqartësi brenda vetes, pasiguri, por ju nuk do ta shprehni këtë, sepse ju do reklamoni një farë shkëlqimi nga ana e jashtme. Gjithsesi, është një javë e mirë, sepse ju shoh në festime, harrini të stabilizoni situatat, ju shoh që do mbylleni me veten tuaj gjatë kësaj jave për t'i dhënë drejtim situatave, edhe pse keni paqartësi, ju do reklamoni një lloj shkëlqimi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e Briciatit. Dhe shohim energjit. Ju shoh
kemi kartën kemi energjinë e shenjës së ujorit, shenja e gafores, energjinë e shenjës së peshqve, energjinë tuaj, dhe kemi energjitë shenjave të ujit dhe përsërit të ujit. Atëherë, unë ju shoh që ju dëshironi të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja. Ju shoh dëshironi të realizoni diçka, por keni paqartësi në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja me partnerin ose partnerin, ose për të rinovuar marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që ndjeni shumë të sakrifikuar, keni kaluar shumë vështirësi, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, me fëmijët tuaj për një pjesë tjetër. Dhe ju shoh sikur në lidhje me dashurinë ndjeni shumë të sakrifikuar, sikur po digjeni ju shoh këtu. Por në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni, për një pjesë tjetër shoh që keni një lloj rikthimi, jeni duke ndëruar në lidhje me rikthimin e një personi nga e kaluara. Ndoshta do jeni shumë emocional, por është një periudhë, është një javë që do përdorni dhe një lloj strategjie në lidhje me anën tuaj financiare. Ndoshta do t'i lini këto frikrat që keni për të realizuar diçka, dhe këtu do përdorni një strategji, si në lidhje me anën ekonomike, por dhe në lidhje me punën, për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Dhe do veproni ju shoh me shumë besim, sepse ju shoh do jeni dhe shumë emocional gjatë kësaj jave, por ndërkohë ju shoh që do dilni nga këto situata sakrificash, situata që ju kanë vështirësuar në një farë mënyre, ndoshta në një periudhë të mëparshme, sepse ju shoh që ju do të jepni drejtim gjithçkaje dhe keni realizime. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e ujorit. Edhe pse i përzita shumë letrat, përsëri dalin të njëjtat, e shoh këtu. Është e njëjta energji. Atëherë, ju shoh edhe ju të shenjës së ujorit. Ju shoh që ju dëshironi të jepni drejtim, një njohje, një lidhje ose marrëdhënieve tuaja, ose punës tuaj, ose një projekti profesional që mund të keni, ose një partneriteti që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi ju shoh që do keni një realizim, dhe pse keni paqartësi, frikra emocionale në lidhje me këtë gjë, ju do arrini të realizoni diçka. Një pjesë për ju shoh që mund të keni marrë eksperienca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës gjatë kësaj periudhe për të balancuar situata të ndryshme në lidhje me situatat që ju keni. Ju shoh që bini pak të trishtuar, nuk e di, ose refuzoni një dashuri, dhe shoh këtu në rastin që një mund të refuzoni ose dikush refuzon një dashuri, shoh që ju do ndjeni që e keni humbur këtë person. Nuk e di, ose bini të trishtuar në lidhje me humbjen e një personi. Ose personi mund të mendoj që ju ka humbur. Gjithsesi unë shoh një fillim të ri, shoh një takim në lidhje me dashurinë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh mund të keni lidhje me institucionet shtetërore. Ju ndoshta keni humbur mundësira të tjera në lidhje me dokumentat, me situata të ndryshme që mund të keni pasur, dhe do bini pak të trishtuar, por ju shoh që ju shumë shpejt do dilni nga kjo energji dhe futeni në një energji më pozitive, sepse do merrni lajme të mira. Do keni lajme pozitive si në lidhje me shëndetin, në lidhje me projektet, me profesionin tuaj, me marrëdhëniet tuaja, dhe marrëdhëniet do t'i çoni në plan të parë gjatë kësaj jave. Por ju shoh është një javë shumë e mirë, thjesht është një ditë që ju do ndjeni pak të trishtuar. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit.
Atëre, këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e peshqve. Dhe të shohim energjinë që vjen. Wow, po dalin pothuajse disa karta njësoj, të shumë shenja e shoh, është energjia e hënës, që është gjatë kësaj jave në datën 25. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji të shenjës së hënës dhe të diellit. Kemi dy energji. Energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë dhe energji të shenjave të ajrit. Gjithsesi, është një fillim jave ku ju shoh që ju do keni paqartësi, frikra emocionale në lidhje me një dashuri, me një njohje. Gjithsesi, jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një person, me një njohje të re ose në lidhje me lidhjet marrëdhënie tuaja, dhe ju shoh që do keni takime, do keni stabilizim ose një lloj do stabilizoni marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh edhe duke festuar. Një pjesë për jush mund të njihni një person në një fest që do shkoni, ose ju do mblidheni me një grup të vogël njerëzish dhe aty do njihni një person. Ju shoh që nuk e di ju si kur dëshironi të mbronin vete, nuk jepni do të zgjidhje një situate, dhe ju keni frikë se mos zhgënjeni, ju shoh. Ndoshta në lidhje me një dashuri, mos merrni zhgënjim, ose në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, por duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj gjatë kësaj jave, sepse është një javë që duhet të kushtoni rëndësi shëndetit, zhgënjimeve të ndryshme. Por nga ana profesionale ju shoh që do hapet një rrugë e re në lidhje me ju, sepse ju shoh që ju keni paqartësi, por do t'i shihni gjërat më qartë gjatë kësaj jave. Gjërat do dalin si në dritën e diellit, si në lidhje me punën, në lidhje me dashurinë, thjesht keni kujdes në lidhje me një zhgënjim ose edhe në lidhje me pjesën tuaj të shëndetit. Atëherë kjo ishte, do hyni edhe në partneritete, ju shoh, do jeni duke festuar një partneritet që ju mund të krijoni gjatë kësaj jave në lidhje me profesionin tuaj. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në video të radhës.